Janë zbuluar emrat e këngëtarëve që do të marrin pjesë në festivalin e 64 të këngës në radio-televizionin shqiptar. Komisioni për zgjedhës në ndrejtimin artistik të Elhaj Dadanit ka përzgjedhur 28 artistë që do të ngjiten në skenën e madhe. Ky edicion pritet të sjellë një kombinim të artistëve të njohur, rikthimeve të bujshme dhe talenteve të rinj që do të debutojnë për herë të parë në festival. Në mesin e tyre spikasin Fifi, Tiri Gjoci, Vedat Ademi, Erik Lloshi, Evi Reqi, por edhe surpriza si aktori Eran Sojli që këtë herë do të paraqitet si këngëtar. Festivali do të zhvillohet për 4 natë me radhë në fund të dhjetorit, ndërsa këngët konkurruese do të publikohen gjatë nëntorit. Fituesi i këtij edicioni do të ketë nderin të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2026, që do të mbahet në Austri. E për të zbuluar konkurrentët, më poshtë mund të shihni të plotë.